Në javën e fundit të muajit maj, Turqia shndërrohet në kryeqendrën botërore të sportit luftarak Muay Thai. Kosova është një prej 160 shteteve pjesëmarrëse në kampionatin botëror të sportit të Muay Thait, që po mbahet këtu në Antalya të Turqisë. Shteti do të përfaqësohet nga 3 garues, synohet të përfundojnë garat me medalje, anipse një gjë e tillë e pritet të jetë e vështirë. Sot është të mbajtur ceremonia hapëse, ndërsa garat do zhvillohen këtu për një javë. Kryetari i Federatës së Muay Thait në Kosovë, Shpejtim Ahmetaj, e vlerësoi lart konkurrencën në kampionat. Spare, ju falenderoj televizionit juaj në Stënjet, se për një me keni gjetë kuan tani edhe në Turqi me arë në Antali për me ndjek kampionatin botëror që organizohet këtu për Federatës IFMA, për shënje edhe vetë si gazetar dhe si televizion, që është një konkurrencë shumë e madhe. Edhe për një me ardhja juaj në ndihmon shumë në publicitetin vendor, nacional, shtetit tonë, që me pa të gjithë se çfarë konkurrence e sportit Muay Thai është në federatën botërore edhe evropiane, si me çka duhet mundesh kundërshtarët tanë. Ajo shpreh optimist se kampionati botëror i radhës mund të mbahet pikërisht në Kosovë, një shpresë që po merr gjithnjë më shumë mbështetje. Ti federatë si shtet të fitojmë besimin në federatën ndërkombëtare që tani të organizojmë në vitin e ardhshëm edhe kampionatin botëror në Kosovë, ku do të marrë pjesë paku që në 50 shtete. Dhe kjo do të jetë mrekulli për Kosovën, mrekulli për federatën tonë, dhe do të jetë edhe më mrekulli që të fitojmë edhe ndonjë medalje të vendit parë ose 2 ose 3. Në një intervistë ekskluzive për Radio Televizionin 21, sekretari i Federatës Ndërkombëtare të Muay Thait, Stephen Fox, konfirmoi se kandidatura e Kosovës është ndër favoritët kryesor për organizimin e edicionit të ardhshëm, duke vlerësuar lart pritjen dhe standardin e lartë të kampionatit evropian të zhvilluar vitin e kaluar në vendin tonë. Në lidhje me përgatitjen e skuadrës dhe garat në ditët e ardhshme, trajneri Korab Sinani u shpreh kështu. E kemi mbajtur një kamp shumë efektiv në Tajland, ku kemi ushtruar parafërsisht 6 orë në ditë, para dite dhe mbas dite. Kampi ka qenë jashtëzakonisht efektiv, shkallku se kemi bërë me trening dhe sparingje me nivel botëror Muay Thai. Është e ditur se për këtë lloj sporti, i cili është tradicional Muay Thai, duhet patjetër me pas asnjë lloj kamp edhe stërvitje atje. Botërori Muay Thai mbyllet më 31 maj.